Dhunuan policin dhe thyen kamerat e sigurisë në komisariat. Arrestohen 2 djemtë e Valbona Selimllarit. Deni Selimllari dhe Kejni Selimllari janë 2 vëllezërit që dhunuan një efektiv policie në orët e para të mëngjesit të kësaj të shtune. 2 të rinj të moshës 21 dhe 18 vjeç janë djemtë të Ishmis Shqipëria Valbona Selimllari. Ata u arrestuan pasi në orët e para të mëngjesit të sotëm goditën për shkak të detyrës një punonjës policie. Gjithashtu, u shoqëruan në ambientet e dhomave të shoqërimit të komisariatit të policisë numër 2, Deni Selimllari dhe Kejni Selimllari, thyen kamerën e sigurisë dhe dëmtuan derën e dhomës së shoqërimit. Gjithashtu, ata kërcënuan punonjësit e policisë që ndodheshin në këto ambiente. Specialistët për hetimin e krimeve të komisariatit të policisë numër 2 arrestuan në flagrancë shtetasit Deni Selimllari 21 vjeç dhe Kejni Selimllari 18 vjeç, pasi në orët e para të mëngjesit të sotëm kanë goditur për shkak të detyrës një punonjës policie. Kur janë shoqëruar në ambientet e dhomave të shoqërimit të komisariatit të policisë numër 2, këta shtetas kanë thyer kamerën e sigurisë dhe kanë dëmtuar derën e dhomës së shoqërimit. Gjithashtu, kanë kanosur punonjësit e policisë që ndodheshin në këto ambiente, informoi policia.